Trupi gjykuesi i Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë me kryetar gjykatësin Lutfi Shala dhe anëtar Raman Beqirin dhe Vesel Ismailin i kanë shpallur të papranueshme provat që janë paraqitur në këtë aktakuzë, të nxjerra nga ekzaminimi i telefonit e që pjesë e tyre përveç bisedave ishte edhe videoingjizimi, prova qëndësore e aktakuzës. Kjo përkundër se në fazën e shqyrtimit të lidhshmërisë së tyre, lidhshmëria e tyre u konfirmua. Në proces verbalin e datës 27 nëntor 2025, trupi gjykues e arsyeton këtë vendim mbi bazën e paragrafit 5 të nenit 243 të kodit të procedurës penale. Trupi gjykues, duke vepruar sipas përpozimit të mbrojtjes, vlerëson se provat e cikura similart janë marrë në kundërshtim me nenin 243, paragrafi 5, andaj trupi gjykues bazuar në nenin 255, paragrafi 2, provat e lartë cikura i shpoll si provat e papranueshme, pasi që të njëjtat janë marrë në kundërshtim me normat ligjore, duke cënuar të drejtat e të akuzuarve të garantuara edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.